Do ishte totalisht e pamundur dhe dua ta them këtë, që ne t'ja kishim dalë dhe të kishim një njësi gjeneruese për 114 megash në kaq kohë të shkurtër, nëse nuk do kishim pasur angazhimin tuaj. Angazhimi ish ambasadores Yuri Kim në këtë marrëveshje ka qenë personal sipas zëvendës kryeministres Belinda Balluku, në një kohë që e gjithë marrëveshja e nënshkruar për të sjellë dy tecet lundruese kishte probleme të mëdha ligjore, e madje kontrata ishte e parasaktuar. Emisioni Plug dhe gazetari investigativ pak kohë më parë publikuan shumë shkelje. Madje edhe kontrolli i lartë i shtetit konstatoi dëme të mëdha shkaktuar buxhetit dhe taksapaguesve shqiptar. Pasi kryeministri Edi Rama shpalli gjendjen e emergjencës, Kesh nisi procedurat për të hapur garën për kompanitë që do të ofronin shërbimin e furnizimit me energji. Procedura nga Kesh u shpall më 5 janar të vitit 2022 dhe ofertat do të pranoheshin deri në datën 27 janar. Ndërsa Kesh ndryshoi disa herë afatet e dorëzimit të ofertave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, publikimet e kompanive në buletinin Securities and Exchanges Commission ngritën dyshime për paracaktimin e kësaj gare. Accelerated Energy INC në faqen 117 të Table of Contents Business deklaron se është njoftuar nga shteti shqiptar për shpalljen fitues të ofertës së tyre për asetin gjenerues termik në janar të vitit 2022. Në Shqipërinë kemi firmosur një memorandum mirëkuptimi në mars të vitit 2021 me ExxonMobil dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për të drejtuar një studim fizibiliteti për zhvillimin e një projekti energjetik me gaz të lëngshëm, po në të njëjtën linjë ne ju përgjigjem kërkesës së qeverisë shqiptare për t'u dhënë atyre me qera gjenerator si pasojë e emergjencës. Në janar të vitit 2022 jemi njoftuar se oferta jon është shpallur fituese. Nga sa më sipër ngrihen dyshimet se jo vetëm nuk janë respektuar afatet ligjore të prokurimit publik dhe është njoftuar fituesi në shkelje të këtyre aferave, por me sa duket, kjo garë ka qenë e paracaktuar. Por jo vetëm paracaktimi i garës, por në një kohë që qeveria shqiptare shpalli fituese këto kompani, Accelerated Energy dhe ExxonMobil, as nuk i kishin në pronësi dy tecet, pasi siç mësohet nga të dhënat e kompanisë bangladeshase Khulna Power Company Ltd, në vitet 2021-2022, aseti gjenerues termik Tigri 1 dhe 3 ishin ende në pronësi të tyre dhe ishin nxjerrë në shitje për vlerën 25 milion euro. Edhe ky detaj është një shkelje e rëndë e prokurimit, pasi Kesh në pranimin e ofertave kërkonte garancinë që mjetet prodhuese të energjisë kompania duhet i kishte në dispozicion. Ndërsa autoritetet shqiptare kishin mbyllur syt në çdo aspekt, angazhimi i Yuri Kim në Shqipëri kishte shkaktuar polemika edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Michael Rubin, një ish punonjës i Pentagonit, pretendonte në një analizë se ish ambasadorja amerikane Yuri Kim ishte angazhuar në sjellje korruptive dhe në mbështetje të Edi Ramës me pretendimin se një marrëdhënie mes Ramës dhe Erdogan do t'i mundsonte asaj emërimin si ambasadore në Turqi.